E filluam kështu emisionin e sotëm Konak në televizionin Sot 7, edhe për këtë atmosferë që vjen për herë të parë në historinë e voleybollit pogradecar. Një kup e një rëndësie të veçantë, siç ishte Liga Gjergj Kastrioti në voleyboll për femra, ku ekipi i Pogradecit të trajnerit Besnik Lisha ka fituar ndaj ekipit Fer Volej, ekip i Ferizajt, ndërkohë që në gjysmë finale ka mundur ekipin e Ferizajve. Sonte do t'jemi së bashku me Edona Kalludrën, voleyboliste e ekipit të Pogradecit, pra kosovarja e Pogradecit që përpara se të fitonte një kup kaq të rëndë me ekipin liçenor, ka fituar gjithçka dhe me ekipin e Skënderbeut. Në pjesën e dytë të emisionit të flasim për futboll dhe do të jemi me specialistin e futbollit, trajnerin e ekipit të Maliqit, Engli Malcia. Edona, faleminderit që jemi së bashku në Konak. Shumë faleminderit për ftesën. Kjo atmosferë? Unë duke e parë u emocionova prapë, ishte një ndjenjë që vërtet më kishte munguar mua, por që duke ditur rëndësinë e veçantë të ligës, së kupës së parë të kësjell në Pogradecë dhe çdo gjë që kishim kaluar deri më sot, investimi dhe çdo gjë që ka bërë Pogradeci për të arritur deri te ajo kupë, është një ndjenjë e veçantë dhe u emocionova prapë, po shifja videot, po shifja momentet dhe është një ndjenjë shumë e veçantë kur fiton një kupë. Edona, ju keni sezonin e dytë që luani me Pogradeci? Po, sezonin e dytë te Pogradeci. Vitin e kaluar pothuajse keni shkuar deri pra shumë afër finale së kampionatit kombëtar, duket ka qenë e humbje me Skënderbeun, e cila ju ka ndalë pa u përplas me Tiranën në ndeshjet finale? Po, ajo kanë qenë ndeshje shumë të bukura dhe çdo kush thoshte që ishin finale para finale dhe pavarësisht që Skënderbeu kishte ndoshta një ekip më të konsoliduar se ne u bëm rrugës, por dëshira jonë e madhe, bashkëpunimi jonë dhe mënyra se si u bëm si ekip ishte thjesht për të luajtur voleyboll, për momente shumë të vogla me seti final i takon një ekipi që ka më shumë përvojë. Ka më shumë ndoshta kohë që luan së bashku dhe ndodhi si ndodhi, por asgjë për të mërzitur, ajo mbaroi, ja ku është Pogradeci akoma më i fuqishëm dhe besoj që kampionati shqiptar tashmë po merr emrin e Pogradecit, avash deri në fund kur mendojmë që çdo gjë do jetë e jona. Kur u larguat nga Skënderbeu për të ardhur te Pogradeci, që kishte duket të vështirë për t'i thënë jo ofertës që erdhi nga liçenore, e mendove se do vinte ky moment? Mënyra se si kam ardhur te Pogradeci ishte vërtet një vlerësim për mua nga kryesia dhe kushdo që më kishte kontaktuar. Vija pas një sezoni jo shumë aktiv të Skënderbeu, vija pas 2 sezonash të Skënderbeu, një sezon komplet aktiv, një sezon më shumë jo aktiv dhe doja më shumë pjesën e lojës. Erdha me këtë qëllim, por nuk e dija që më pas gjërat do merrnin kështu dhe atë vit do bësha ndoshta një ndër faktorët kryesor të ekipit të Pogradecit dhe do kisha këtë lloj oferte edhe për një vit tjetër. Besoj që kam bërë punën time dhe kur dikush bën punën të tjerët e vlerësojnë dhe unë u vlerësova duke qëndruar prapë te Pogradeci. Nuk ma merrte mendja kaq shumë, por kur e kam parë momentin e parë që kam parë që ekipi Pogradecit, kryesia dhe pogradecarët e duan pa shumë voleybollin sa që kisha parë unë që donte ndoshta vetëm Korça, jam çuditur dhe kam thënë nuk është ndonjë çudi e madhe që për pak kohë dhe Pogradeci të jetë dikushi në sport. Dhe për mua është shumë ndjenjë e veçantë që jam pjesë e historisë së ekipit të Pogradecit, sollëm kupën e parë në Pogradec. Emri im besoj do jetë shumë gjatë në memorien e tifozave pogradecar, po në fund të fundit unë po bëj punën time. Po arsyetoj vlerësimin që më është bërë dhe do jap maksimumin deri në ditën e fundit që do vendos që mos të jem ndoshta pjesë e Pogradecit. Po një skuadër tjetër. Nga sezoni kaluar të ky sezon, ka ndryshuar shumë për sa i përket grupit të lojtarëve? Ka ndryshuar shumë, faktikisht nga sezoni kaluar, në tërësi të lojtarëve, ne jemi vetëm 4 lojtare nga sezoni kaluar. Ndoshta nga unë, Paola, në gjysmë sezon,
Ramo dhe Mato, domethënë dhe dy gocat e reja, dhe çdo gjë tjetër ishte e re për Pogradecin. Pa çka se unë kisha luajtur me Stelën kisha servitur, ose me Metin që kisha luajtur 2 sezone te Skënderbeu, ose secila me njëra tjetrën kishte luajtur ndoshta ndo pak, por si ekip, si grup, shtuar këto dhe lojtarët e huaja ishim një grup komplet i ri. Domethënë, unë s'kisha luajtur asnjëherë me Pasusen, po kisha luajtur me Libron dhe me Paulën. Domethënë, ishim çdo gjë nga aja, çdo gjë filloi nga baza, që u bazuan mbi disa volejbolliste që janë profesioniste dhe secila në pozicionin e saj është e aftë dhe ndër më të mirat në Shqipëri që duan të bëjnë diçka të bukur së bashku. Pastaj trajnerët që na dinin dhe na njihnin secila nga ne dhe çdo gjë tjetër, u bë kjo që jemi sot, kjo skuadër që jemi sot. Sa e lehtë ka qenë nga njëra anë për ju si lojtare për ta sjellë te grup në një, por edhe nga trajnerët? Jemi një grup shumë i profesionist. Kemi shumë respekt për njëra tjetrën, me disa njihemi, me disa jemi njohur, jemi gjithkohës bashkë. Shumicën e kohës jemi gjithkohës bashkë, jetojmë në një vend, servitje 2 herë në ditë. Ndoshta vetëm ana profesioniste dhe qëllimi i punës së përbashkët, trajnerët që nuk lejojnë për asnjë gjë tjetër përveç punës dhe dëshira jonë për të arritur atë çfarë kemi secila në kontratë, jemi këtu ku jemi. Jemi një grup shumë i mirë dhe shumë profesionist. Mbi të gjitha ekziston profesionizmi në ekipin tonë. Çdo gjë bëhet në mënyrë profesioniste. Pa çka se jemi shumë mirë me njëra tjetrën, ndoshta është parë dhe në fushë që... Jo, fakti që kanë ardhur lojtare pra fillon pothuajse nga e para ndërtimi i këtij grupi, e për ta sjellë në baza është lojtarja shqiptare, ndoshta unë, Paola dhe Ema dhe Natalia kishim ato që ishim venaliet, po themi, për nga viti kaluar. Paola kanë ardhur 2 pasuese, kanë ardhur lojtarë. Por ndoshta dhe ne i kemi mirëpritur ato dhe pak shoqëri dhe me vajzat e tjera që erdhën nga ekipet e tjera, i mirëpresim. Dua të them që ne gocat shqiptare jemi shumë mirëpritëse. Shqiptarët janë shumë mirëpritëse dhe gocat e huaja shumë shpejt janë futur në shoqërinë tonë dhe ne tani nuk bëjmë fare atë dallimin. Jemi një grup. Jemi një grup. E dim që në fund të sezonit secila do vazhdoj punën e saj. Kemi respekt për njëra tjetrën, jemi grup, jemi një familje aty në fush, pastaj kur si do na ndaj jeta, ata nuk e dim. Është pjesë tjetër kjo. Por përderisa jemi në një ekip dhe mbajmë të gjitha emrin Pogradeci, profesor Besa thot një fjalë që gjitha jena nga Pogradeci dhe jena për Pogradecin, kështu që ne të respektojmë njëra tjetrën tamam se që respektohet një familje. Jo, më isha tek pjesa e lojës, pra sa e lehtë është. Shumë punë, ajo është pjesë e servitjes. Imagjinoni, pra, është larguar pasuesja kryesore, pa thënë të 2 pasueset e sezonit kaluar, kanë ardhur 2 pasuese të tjera, e sa lehtë ka qenë edhe ju vetë, sepse është gjithçka, ti e don topin, e don në kohën e duhur në tresh, dikush e don në katërsh, dikush tjetër. Profesor Besa ka mbledh ekipin deri në Profesor Besa ka mbledh ekipin që në fund të korrikut. Unë erdha më vonë sepse isha angazhuar me kombëtarin e Kosovës, por që stërvitjet kam filluar shumë herët. Dhe profesor Besa na ka bërë shumë stërvitje, domethënë gjithë kushtin ne kemi pas shumë connection themi ne për të por edhe bisedat tona edhe në kafe, se si e do topin, se si do ta bëjmë kështu dhe shumë stërvitje, ne vazhdojmë stërvitje me 2 herë në ditë. Ne normal shifet nga finalja e Kupës Federatës që ishte një finale që ishin ndeshjet e para si ekip deri tani. Deri në fund të kampionatit. Pra ju po thoni nga ndeshja finale e Kupës së Federatës Shqiptare të voleybollit, te Kupa Pavarësia, tek Gjergj Kastrioti, është një ndryshim i madh dhe lojtarët, secila nga lojtarët jemi rritur më shumë, jemi lidhur me njëra tjetrën. Është ndryshe të kesh një... Pra, është kjo koha për cilën unë jam duke pyetur. Koha, patjetër. Se i cila lojtare ka pas, ka kur ke një grup të mirë dhe trajner të mirë dhe puna është aty,
në fund janë rezultate. Deri në unë e them me gocat dhe vetë e them që deri në fund kampionatit ne me sy mbyllur do dim se ku është njëra dhe ku është tjetra. Dhe pas çdo ndeshje ne bëjmë analizën dhe bëjmë çdo gjë si ta përmirësojmë, sepse gabimet do bëhen, por puna, profesionalizmi që ka secila nga gocat e ekipit, jemi këtu ku jemi. A ka ndryshuar diçka tek Pogradeci i këtij sezonit me atë të një sezoni më parë? Patjetër, ka më shumë forcë godice? Po, këtë sezon ka më shumë forcë godice, po ka dhe më shumë lojtare që ti mund të bësh një zëvendësim dhe loja të jetë aty. Domethënë që dhe Servitja ndoshta është më e fortë sepse ke lojtare po themi dhe të stoli që janë të forta dhe këtu konkurenca të rrit. Sa më shumë konkurencë të kesh, aq më shumë rritesh. Dhe profesor, ne kemi Besa, profesor, dublazh në çdo rol të ka dublazh në çdo rol. Nëse Dona nuk ka një ditë të mirë ose nëse ajo tjetra nuk ka një ditë të mirë, ke dikë tjetër që futet dhe ta bën ditën punë. Është Pogradeci me çfarë do lloj lojtare të luajë profesor Besa, si t'ja marrin mendja ai ka një komunitet edhe fiton çdo gjë. Profesor Besa ka ekipin më të mirë 12 ose tani jemi 13 më të mirë në gjithë kampionatin shqiptar. Nuk ka ekip tjetër, ndoshta Tirana me disa ndryshime, por nuk ka ekip tjetër që mund të arrijë të luajë me 13 lojtare. Ka zëvendësime për shërbim, ka zëvendësime për blok, ka zëvendësime edhe për goditje, ka zëvendësime taktike, ka çdo lloj zëvendësime. Prandaj e ka bërë dhe këtë ekip, prandaj është investuar kaq shumë dhe prandaj dhe jemi këtu ku jemi, se dhe Servitja është shumë kualitative. Tirana, kundërshtari kryesor i Pogradecit apo ka dhe ekipe tjera? Tirana, patjetër. Tirana është kundërshtari jon për finalen e Kupës Shqipërisë. Besojmë që do ta kemi edhe për titullin kampion apo? Skënderbeu po bën një ndeshje të mirë, do shohim se çfarë do mund të ofroj pastaj Dinamo dhe Partizani, nuk e di për ekipet e tjera, ndoshta dhe ato janë ekipet e uta dhe të tjera. A janë përforcuar në merkaton e dimrit? Janë përforcuar. Partizani ka parasysh dhe Dinamo apo? Dinamo po është përforcuar, domethënë prap aty janë. Por gjithsesi nuk e di, ne me Dinamon kishim gjysmë finalet e kupës, fitore 3-0, po prapë se prapë nuk... Të dy ndeshjet kanë përfunduar kështu. Po, nuk në vlerësojmë asnjë lloj kundërshtari, por Korça dhe Tirana, që nga ndeshjet e fundit doli që Tirana është më me eksperiencë se Korça, dhe janë kundërshtarët tanë, ndoshta për punë eksperiencës me Tirana do kena punë gjatë përpara. Po Korça? Po dhe Korça, unë thash Korça dhe Tirana, po sipas ndeshjet e fundit... Apo nisur nga këto ndeshjet? Dinamo ka... Unë mendoj që Dinamo, Partizani, ndoshta Teuta... Do luajnë rregullatorin, po nuk do t'jenë ekipet... Janë ekipet që mund të hapin probleme, por në momentin që ti luan me gjithë fuqinë tënde, me maksimumin tënd, do të tregosh që je më i miri. Ndoshta Dinamo, Partizani janë më pak rivalizuese, janë rivalizuese deri në fund, sepse është ndeshje dhe nëse je në zonën e play-offit me to, play-offi humbe fitove, s'ka rëndësi se çfarë ke bërë deri atëherë, por në syrin tim, Tirana rivali kryesor, pastaj vjen Skënderbeu. Atëherë për të kthyer tek ajo atmosfera që ne e filluam emisionin Konake për të kthyer të dy ndeshjet, ajo gjysmë finale me ekipin e Ferizajt, më thuaj pak si shkoi? Ekipi Ferizajt është vendi i tretë në Kosovë dhe unë i shoh ekipet e Kosovës se çfarë bëjnë dhe e di se sa shumë punon dhe aty ka një ekip relativisht rivalizues. Ne ishte një ekip që ne s'kishim luajtur më përpara. Faktikisht unë 4 vite që kam marrë në Korçë s'kisha luajtur me ekipin e Ferizajt në asnjëherë kundërshtar. Dhe ishim një ekip që as nuk e dinim se si luante, as nuk na dinte se si luanim, përveç se çfarë kemi parë nëpër video. E nisëm fort, fuqishëm, kishim studiuar pikat e tyre të dobta, sulmuam shumë me shërbim, arritëm që në setin e parë ta përfundonim ndoshta shumë kollaj, setin e dytë filluan, u futën në lojë, filluan të sulmonin me shërbim, ndoshta edhe ne nuk e di, u bë një rivalizim dhe pastaj ndeshja përfundoi 3-0. Është një ekip rivalizues patjetër, përderisa të afrohet deri në pikën e 22-23, të fut ndoshta në presionin që trego këtë, është një ekip rivalizues. Unë kam një respekt të veçantë për atë ekip sepse kam luajtur një vit me atë ekip dhe e di në punën që bëhet aty.
por që në fund më intereson të dilte Pogradeci në finale për herë të parë në këtë kompeticion, një mundësi për të fituar. Aty ku keni gjetë një tjetër ekip të Ferizajt, e? Tjetër ekip të Ferizajt, Fair Volley, që kampion e Kosovës, kishim ndoshta një hesap të palar me Fair Volley, sepse në Kupën e Pavarësisë ishte pikërisht Fair Volley që ishte kundërshtari dhe është fituesi kësaj kupe? Është fituesi kësaj kupe 3-1, por që kishte edhe ai ca ndryshime. Nisëm setin e parë ndoshta pak të bllokuar si ekip. Të bllokuar? Nuk e di, ndoshta nuk po gjendim atë lojën tonë me 2-3 ndryshime të vogla, seti i dytë ishte seti i dytë dhe gjithëndeshja vazhdoi të ishte jona, patjetër që kishte shumë rivalizime, aksione të gjata, lojë nervash, por që në fund u pa dhe pamje që Pogradeci arriti aty ku i takonte për këtë kompeticion. Është një kupë që vjen për herë të parë, një kupë kaq e rëndë. A pritet që t'ju kur të vini në qytetin e Pogradecit apo në ditët në vazhdim të kishit një tjetër atmosferë sportive nga tifozëria apo? Patjetër, na kanë uruar, na kanë shkruar, na kanë thënë jemi krenar me ju, por më besoj që mënyra se si i kemi ndeshjet, Kupa e Shqipërisë që është tani është diçka që u kënaqëm, e fituam, ja arritëm mbaroj si kompeticion. Thyem ndoshta akullin e finaleve që ishte krijuar ose diçka, dhe për neve është shumë motivuese se ne ja dolëm për diçka, po. Jo, thash, nëse do ndolte me futboll një kupë kaq e rëndë që do merrte ekipi i Pogradecit. Unë mendoj që po na presin ta marrim edhe kupën e Shqipërisë dhe pastaj të bëhet organizimi. Se kemi kërkuar, besoj shumë kemi kërkuar qetësi, sepse është një javë kohë dhe Kupa e Shqipërisë është e rëndësishme ke Tiranën përballë Tiranës. Me 2 trofe, me 2 trofe, besoj që pritet festa, pastaj kena edhe festë, kena edhe kampionatin, po më beso. Kampionati është në një kohë pak më beso, sa mesazhe kena marrë ne dhe sa dhurata, edhe dua ta përmend dhe restoranti që kujdeset për ushqimin ton, na solli nga ëmbëlsirë, meqense kishim fituar, kështu që ne na duan shumë. Qyteti duhet ishte i gjithë në rruga të natë, mendonja kështu. Po ne erdhëm në orën 2:30 të natës dhe ata e din që neve na pret finalja e Kupës Shqipërisë. Duhet ju lanë kohë që po do na lënë kohë që ta fitojmë, se nuk do na lodhin. Përballë është Tirana. Po. Dona, çfarë keni më shumë se Tirana, ose më saktë, çfarë ka më shumë se Tirana? Flas gjithmonë në aspektin e lojës, se sa ekipi. Në bilancin e ndeshjeve me Tiranën, sa kemi luajtur deri tani, që janë një kampionat, një finale Kupës Federatës dhe 2 përgjigj Kastriotin. 3 ndeshje kemi fituar ne dhe 1 ndeshje ka fituar Tirana. Do me thënë që ne në ndeshjet pas Kupës Federatës me përmirësime që kemi bërë, kemi arritur të mundim Tiranën. Por finale është finale. Shërbimin më të fortë Pogradeci apo Tirana? Pogradeci. Pra, Lisha kërkon shërbim të fortë? Po, patjetër. Kosto, një shërbim i fortë? Tani kosto më të madhe ka Kodra me Mojën. Jo, e kam thënë shërbim i fortë, a ka kosto? Ka kosto shumë të madhe, por dhe Tirana ka shërbyese të mira, që të hapin problema, por që ndoshta Pogradeci ka më shumë shërbyese. Pra, nëse rrin këtu. Sepse te Pogradeci, në momente kritike, futet Agolli në shërbim, futet Rama në shërbim, edhe... Unë po them, shërbimin e ka më efikas Pogradeci apo Tirana? Pogradeci. Po. Topin e parë, Tirana apo Pogradeci? Aty? Organizimi? Pogradeci. Diagonalit? Pogradeci, po nuk ndroj pasuesen, pastaj bëhet niveli aty. Si, edhe njërë se kuptova këtë? Pasuesja e huaj e Tiranës, në fillim ka qenë shumë e mirë, tani nuk e di se nuk po gjen veten, dhe po ka rasti që fut pasuesen shqiptare, që është dhe bëhet një lojë ndryshe. Dhe atë pastaj aty barazot prapë organizimi. Po për momentin me pasuesen e huaj në fush, Pogradeci organizimin. Atëherë, në fazën sulmuese, në gjithë gjatësinë e rrjetës, Pogradeci apo Tirana? Në gjithë gjatësinë e rrjetës, Pogradeci, për shkak se ka sulme më të fortë dhe në dysh. Dysh me gjatën, apo është edhe Kodra atje? Kodra dhe pastaj edhe gjatën, ndërsa Tirana ka një pikë shumë të fortë në 4, është Enkeleta Bravo. Në 3? Saramale është andej
por më themi që ndoshta në ndeshjet e fundit më efikacitet kemi ne, po që dhe qendrat e Tiranës kanë bërë punë me ekipe, me Korçën ndeshjet e fundit. Nuk mindave. 2-3 është Pogradeci? Pogradeci. 4 aty apo si? Pogradeci për shkak se ka 2, ndërsa Tirana ka 1 dhe është shumë e fuqishme. Mënyra se si sulmon Pogradeci nga vija dytë, ka më shumë rezultat se Tirana? Shiko, loja Tiranës është e fokusuar shumicën e kohës te një lojtare. Ka dhe ato lojtarë, ka marrë dhe një përforcim tani 1-2 Tirana që nuk e kemi parë, po lojtarja kryesore e Tiranës është 1. Ajo merr topat dhe ajo merr pikët. Por ne kemi më shumë lojtarë dhe një ekip që ka më shumë lojtarë sulmuese, i krijon mundësi pasuesës për të shpërndarë për të shpërndarë dhe për të fituar. Kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi fituar ndeshjet, sepse kemi sulmuar më shumë me shërbime dhe kemi pasur më shumë vende për të marrë pikë. Ndërsa Tirana pavarësisht që ka vetëm një lojtar, prapë është shumë e fortë. Për kapitenin? Bravo, po. Ajo godet çdo lloj topi dhe fokusi çdo lloj ekipi është të bllokosh atë. Fakti që Tirana në gjykimin tuaj e përqendron lojën të Bravo, a nuk është më e lehtë për ta izoluar? Është më e lehtë, besoj e lehtë. Ja kemi dalë deri diku, po prapë Bravo merr pikët e saj. Tani në ndeshjet e fundit ka pasur pak ndihmë, po them nga lojtarja tjetër 4 ose diçka, po prapë rezultatet kanë treguar vetë. Në ndeshjen e parë unë mbaj mend që ka shënuar diku dhe 30 pikë kapitenia. Në ndeshjet e tjera ka shënuar më pak, sepse dhe ne kemi mbrojtur e kemi kapur. Por që prapë është një rival shumë i fortë Tirana. Bloku i Pogradecit apo i Tiranës? Pogradecit. Se që është? Është bloku aty sikur jam në vendin tim, Pogradeci. Që do thotë? Këtë sezon, sa topa të kapur në blok? Këtë sezon shumë më pak se sezonin tjetër. Se kam normal, është dhe mundësia të gjitha dhe kemi pa, po aty jam, aty afër jam. Pra të shtunën darkë, festa do tjetë në Pallatin Arefi Berberi për 2 trofet e ekipit të Pogradecit. Nuk e di, shohim se çfarë surprize na ka organizuar ekipi, po besoj që një festë do bëhet se s'bën. E meriton Pogradeci, e meritojmë të ne. Ne ndjejmë dashurinë e pogradecarëve çdo ditë në rrugë ata na njohin, edhe mënyra se si edhe të shkruajnë, ne ndjejmë atë dhe ajo shumë për ne. Biles ne i themi edhe ekipit na sillni sepse ndryshe është kur ke një pallaq që e thret Pogradeci dhe është shumë dimës e madhe. E do qëndroni gjatë tek ekipi liçenor? Nuk e di. Nuk kam folur akoma për një mundësi vazhdimi, por kam dhe unë ca planet e mia për pjesën e shkollës dhe për pjesën e vazhdimësisë, por që akoma nuk kam asgjë në letër, akoma nuk kam asgjë në mendje. Pra të gjithë e kanë mendjen për të përfunduar ky sezon siç duhet? Po, dhe unë e kam në mendje. Ndoshta mund të kthehem në Kosovë, por ndoshta dhe mund të vazhdoj këtu, nuk e di. Për momentin jam... Është e vështirë për dhe një përgjigje. Është e vështirë sepse nuk kam asgjë, por që me shumë mundësi mund të them në Kosovë ose prapë të Pogradeci. E do të faleminderit që ishim së bashku në emisionin Konak. Nësi, sa herë ju kam në Konak, për mua është shumë nga si. Gjithashtu, ndjem shumë mirë këtu. Të shtunën do festojmë. Patjetër. Faleminderit. Këto pra kemi përfunduar dhe pjesën e parë të emisionit Konak. Në këtë pjesë të parë ishim me volejbolistën e ekipit të Pogradecit e Dona Kalludra. Ndërkohë në pjesën e dytë, pra një hapësirë reklame, në pjesën e dytë do të jemi me specialistën e futbollit Egli Marcia. Do të flasim për futbollin, do flasim për Skënderbeun, Pogradecin, sigurisht për Maliqin, për Devollin, pse jo, edhe për Kolonjën, pa çka se luan në kategori të tretë. Reklam dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në studio, jemi në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Në pjesën e dytë të emisionit Konak jemi me specialistën e futbollit, njerëz dhe trajnerin e ekipit të Maliqit, Egli Marcia. Në pjesën e parë të emisionit ne kishim në studio volejbolistën pogradecare Edona Kalludra. Kemi folur për Pogradecin deri tek ajo kup e fituar, pra Liga në Gjesh Kastrioti, ndërkohë që të shtunën duket se festa do të jetë e madhe në Pogradec,
pasi liçenorët kërkojnë edhe Kupën e Shqipërisë, finale të cilën janë duke diskutuar në këto momente me ekipin e Tiranës. Marësia, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi për mua. A nuk të duket se kampionati i kategorisë së dytë me Skënderbeun, Laçin e Pogradecin ka hyrë në një fazë shumë interesante, nisur nga fakti se korçarët tashmë kanë 3 pikë më shumë se laçianët e 8 pikë më shumë se pogradecarët, por pogradecarët nga ana tjetër nuk kanë më shumë se 5 pikë më pak se ekipi i Laçit, pra pak a shumë. Këto 3 skuadra do ta çojnë deri në fund luftën. Tashmë nuk ka histori, janë këto 3 ekipe të cilat janë në ndjekje të njëra tjetrës. Siç e përmendet edhe ti, Skënderbeu duket pak më i avantazhuar se të tjerat për shkak të pikëve që ka grumbulluar, por është e vërtetë që kjo fazë e tretë do të jetë shumë e fortë dhe shumë e ashpër, sepse përveç se 3 ekipet e Kreut të cilat kërkojnë 2 vende, janë dhe të gjitha ekipet e tjera të cilat janë në luftë si për 2 vendet e tjera që mbeten në play-off, që sigurojnë ato ndeshjet shtesë për ngjitjen në një kategori më lartë, por edhe të gjitha ekipet e tjera pa përjashtim janë të rrezikuara për play-outin që rrezikojnë pastaj daljen nga kategoria e parë. Kështu që asgjë s'ka mbaruar, të gjitha ekipet janë aty, asnjë nuk është asaj mezi i hartë që ne e quajmë gjithmonë, nuk është i sigurt në asnjë drejtim, as te objektivat e sipërm dhe as te objektivat e poshtëm. Kështu që ndeshja ka plot, pikët janë aty, edhe pse Skënderbeu duket pak më shumë i avantazhuar, duke qenë se ka 8 pikë më shumë se sa vendi i tretë që është Pogradeci, prape ka rrezikun afër që është Laçi. Kështu që lufta është e hapur, besoj, dhe kampionati do të jetë akoma më i fortë, akoma dhe më i bukur deri në javën e fundit. Nisur nga fakti që ka 8 pikë më shumë se vendi i tretë ku ndodhet Pogradeci. A duket se Skënderbeu është me pranë kalimit në kategorinë e më të mirëve, nisur gjithmonë. Pra, nuk po them me titull kampion, po them qoftë edhe nga vendi i dytë. Pra, a është me pranë nisur nga kjo diferencë? Po në qoftë se ne pretendojmë që Pogradeci ka shanse për të kapur Laçin, pastaj mbetet vetëm një ndeshje larg Skënderbeut, që është ndeshja e parafundit, luhet në shtëpi Pogradeci Skënderbeu. Kështu që besoj që është disi më i qetë, por gabimet në këtë fazë janë vrastare, janë të vështira për t'u lejuar. Ta jep mundësinë që të kesh mundësi për një gabim, por si kundre ka Pogradeci, që qoftë një gabim i vogël Pogradeci në këtë fazë do ta kishte vetvrasës. Skënderbeu besoj e shikoj më të qetë dhe besoj dhe jam i sigurt që në fund kampionatit është ekipi i cili do të ngjitet një kategori më lart dhe do të vendos në 2 javët e fundit se kush do të ngjitet cili nga këto 2 ekipet. Sepse për ta thënë më thjesht, është Skënderbeu që udhëton në javën e parafundit në Pogradec dhe pret në javën e fundit Laçi. Por ama duhet ta ketë komoditetin, nëse flasim për këtë, është Skënderbeu. Duke parë dhe kalendarin Skënderbeu për shkak të formulës të kampionatit që e mbylli 2 fazat e para në vendin e parë, i ka ndeshjet disi më të lehta në letër, po themi. Dhe ka treguar që i ka marrë pikët. Po, ju pak më lart thatë që momentalisht çdo gjë është me spec. Është hapur për 2 vende, por besoj që Skënderbeu është ekipi i cili është më i qetë duke parë pikët që ka. Dhe jam i sigurt që Skënderbeu ngjitet direkt dhe është ekipi i cili do të vendos fatet e sezonit për ekipin e vendit të dytë. Edhe javën e kaluar, të 3 ekipet që kryesojnë, Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci, kanë fituar në transfer. Korçarët me Apollonin, Korçarët me Gjirokastrën, Pogradeci me Apollonin dhe me Lushnjën Laçi. Derisa të vijë java e tretë nga fundi, ku ekipet e Kreut do të fillojnë të përplasen me njëra tjetrën, sipas edhe formulës të kampionatit, besoj që Skënderbeu do të jetë i pari dhe nuk besoj që rrezikon vendin e parë. Ato 3 javët e fundit mendoj që do të jenë më të rëndësishme për të përcaktuar pastaj. Skuadrat që rrezikojnë largimin nga kategoria, a nuk kanë shpresë? Janë të gjitha në lojë, edhe Kuksi që është në vendin e fundit, prap matematika është shumë pranë sepse Lushnja, e cila është 20 pikë, aktualisht në vendin e 10 që përmban zonën play-out, Kuksi është vetëm 4 pikë larg, Luftëtari është vetëm 1 pikë larg, kështu që të gjitha janë në lojë për të shpëtuar sezonin, si me objektivat e poshtëm, ashtu edhe me objektivat madhor. Të gjitha ekipet që nga vendi i 4 deri në fund janë në lojë për të dyja objektivat. Këtë javë Skënderbeu Lushnja
Besoj që duke parë gjendjen e Lushnjës, në të cilën është futur aktualisht, besoj që Skënderbeu është shumë i avantazhuar për ta fituar këtë ndeshje, sepse Lushnja aktualisht ka shumë probleme. Dhe në dijenin time vjen me mungesa shumë të mëdha në këtë transfer të vështirë për ta, sa Artan Bano, trajneri i Lushnjës, në një deklarat para se të zhbllokojë rruga nacionale Korçë-Tiranë, kërkonte që të shtyej ndeshja me qëllim që kjo ndeshje mos luhej për shkak edhe të mungesave të shumta që ai ka në këtë ndeshje. Rruga u hap për fatin e tij të keq dhe për fatin e mirë të Skënderbeut do ta gjej Lushnjën në një ditë jo të mirë dhe besoj që nuk do ketë shumë histori kjo ndeshje. U fol për largim të trajnerit nga Lushnja apo është rikonfirmuar, ai vërtet e ka marrë ekipin në një moment shumë delikat dhe nuk besoj që është përgjegjësi e tij kjo ecuri e Lushnjës, por jam i sigurt që do të mbaj përgjegjësi nëse Lushnja në fund të sezonit do të shkojë në kategorinë e dytë. Në ana tjetër, Pogradeci pret në shtëpi Korabin. Duket se është një letër, është një ndeshje e mbyllur edhe në letër apo fusha Korabi nuk ka shqetësimin. Duke parë historinë e ndeshjeve të Pogradecit dhe Korabit të këtij sezoni, besoj që është një histori e mbyllur. Që do të thotë? Fiton lehtë Pogradeci. A mund të themi kështu edhe për Laçin që pret Apollonin, apo do të jetë ndoshta ndeshja më e vështirë e tre ekipeve që janë në tre vendet e para të kategorisë së parë? Apollonia është ekip që rrezikon aktualisht dhe ndodhet në zonën play-out. Nëse kampionati do të mbaronte sot është 4 pikë larg Korabit, kështu që nuk i lejojnë gabime dhe nuk e ka luksin, pavarësisht se Laçi e pret në shtëpinë e tij dhe besoj që është ekipi favorit për ta fituar ndeshjen. Por Apollonia ka treguar që me gjitha ekipet e Kreut ka zhvilluar ndeshje të mira dhe ka marrë edhe pikë. Por ka humbur javën e kaluar. Ka humbur me shumë polemika në ndeshjen ndaj Pogradecit në fushën e saj, kanë marrë edhe kartona. Nuk besoj se do të jetë një kockë e fortë në shtëpinë e Laçit. Por është ato ekipe që krijon futboll të bukur. Megjithatë, besoj që Laçi do ta kalojë këtë ndeshje. Nuk është ndeshja e Laçit për të gabuar. Skënderbeu ka qenë skuadra në gjykimin tuaj më qëndrueshme deri në këtë ndeshje të luajtura? Besoj që po, sepse këta e tregojnë pikët, por tani ka erdhur në një pikë kampionati që nuk lejohen me gabime dhe nuk mendon askush besoj nga këto ekipet e Kreut për lojë të bukur apo për qëndrueshmëri në lojë dhe gjëra të tjera. Të gjithë mendojnë pikët, sa më shpejt të vi fundi dhe të sigurojnë objektivat që i kanë vendosur vetes në fillim të sezonit. Pikët e tregojnë që Skënderbeu ka qenë i qëndrueshëm, por tashmë nuk ka vetëm llogari. Skënderbeu me merkaton e dimrit ka krijuar luks në fazën sulmuese më shumë? Ka më shumë pika goditse tek portat kundërshtare? Po, golat kanë qenë më të shumtë në numër për sa i përket janarit dhe këte, sepse patëm një moment të Skënderbeut që po i fitonte ndeshjet 1-0, 0-1 dhe jo me lojë të bukur, por e thash edhe më sipër që nuk mban mend njëri lojën e bukur, të gjithë në fund mbajnë mend pikët edhe kusht realizon objektivin. Megjithatë, Jo, a duket sikur Skënderbeu nuk është thjesht i përqendruar si pikë referimi tek Nazër, sikur ka edhe lojtarë të tjerë që zgjidhin situatat në 30 metrishin e fundit tek portat kundërshtare. E kanë shtuar vërtet cilësinë për sa i përket repartjet të sulmit. Megjithatë, me që përmendën Nazër, është lojtar i cili ka mbajtur peshë edhe me golat e tij në ndeshjen e fundit, i dha një tjetër bukuri sulmit të Skënderbeut. Pra, me këtë lojtar ka tjetër manovër edhe vetë trajneri i kësaj skuadre? Besoj që po, sepse është lojtar që është kërkuar edhe në merkaton e dimrit nga shumë ekipe edhe të Superligës. Të kategorisë superiore. Edhe të Superligës dhe besoj që ai luan pa problem në Superligën shqiptare. Laçi, a mendoni se ka bërë mirë gjithçka deri tani apo ka çeduar në javët e para? Po, përderisa Laçi besoj që ka gabuar me Skënderbeun dhe Pogradecin. Ato janë ndeshje të cilat besoj që i kushtojnë këtë diferencë pikësh me Skënderbeun. Me 3 pikë. Me 3 pikë. Megjithatë, lufta është e hapur tonin. Besoj që Laçi ka bërë mirë, është nga ato ekipe që kemi të paktën kaluar me parë, kemi parë futboll të bukur dhe do të jetë ekipi për të mundur nga Pogradeci. Për të mundur nga Pogradeci. Shikoni Laçin apo Pogradecin ngjitur me Skënderbeun në 2 vendet e para që çojnë në kategorinë superiore? Do ma kishte qefi të ishte Pogradeci, duke qenë se jemi më afër edhe kemi më shumë të njohur edhe dashamirës të Pogradecit.
Po besoj që do të jetë një luftë e fortë deri në fund. Nuk mund të them kush do të jetë ekipi, por Gradeci ka shanset dhe thash sidomos 3 javët e fundit do të jenë 3 javë zjarri për të luajtur. A do të di Skënderbeu të administrojë këtë diferencë që ka me 2 ekipet e tjera? Jam i sigurt që po, sepse eksperienca është në të gjitha komponentët, si në president, si në staf, ashtu edhe te lojtarët. Laçi, fakti që ka ruajtur një përqindje shumë të madhe të grupit të sezonit kaluar, a është një avantazh më shumë se po Gradeci bie fjala? Qëndron kjo deri diku, po edhe po Gradeci, mos harrojmë që tashmë e ka konsoliduar deri diku grupin, nuk është më ai po Gradeci. Ju po thoni që merkatoja e dimrit ka sjell të kjo skuadër lojtar që i kishin munguar? Po besoj që po, tani rezultatet janë në fund ato që do të tregojnë, po për mendimin tim po, sepse janë afruar vërtet lojtarë cilësor të marrë edhe nga ekipet e kategorisë superiore. Kështu që unë jam i bindur që 3 javët e fundit, po e kam përsëritur u bë era e tretë që po e them, janë ato të cilat do të vendosin fatet e po Gradecit edhe të Laçit, sepse pak a shumë fati Skënderbeut është përcaktuar. Është përcaktuar? Besoj që po, sepse duke parë pikë, sepse jam gjithkohës duke parë renditjen këtu në telefone dhe asaj po i qëndroj. Sezoni 2026-2027, Skënderbeu në kategori superiore, nëse zë një vend, pra në 4 vendet e para që çojnë në kupat e Evropës, a ka ardhur momenti i rikthimit të Skënderbeut? Kemi shumë vite që e presim këtë, edhe ne të dy kemi shumë vite që e diskutojmë, shumë herë në studio që e diskutojmë të. Erdhi më në fund ky momenti i këtyre viteve që do falet sot, do falet nesër Skënderbeu, do marr pjesë të vit, do marr pjesë. Tash s'kam pritje, sepse mbaron ai dënim me këtë sezon që ti sapo përmende. Të gjithë është në radhë të parë do të vlerësoja gjithë këtë prezencë të presidentit Ardian Takaj në këto vite të vështira të Skënderbeut. Besoj që i ka qëndruar besnik këtij ekipi që ai vetë ngriti në maja shumë të larta të futbollit evropian, ku ne nuk po shikojmë me asnjë ekip shqiptar në ato nivele. Dhe besoj që edhe ai vetë pas kaq shumë vite shpritje, se nuk janë pak, besoj që do ta dojë edhe një herë atë adrenalinën e Evropës. Ky po Gradec me kaq shumë vëmendje financiare nga presidenca e kësaj skuadre, a mendoni se shumë shpejt do të jetë një skuadër dominuese edhe në futbollin shqiptar në kategorinë më të mirëve? Është fat në futbollin shqiptar që të kesh një presidencë e cila të qëndron kaq afër për sa i përket anës monetare. Kur them kaq afër, me shifra shumë të konsiderueshme që të kishin zili edhe ekipet e Superligës. Prandaj që Skënderbeut po Gradecit nuk i mbetet gjë tjetër veç se të jetë në nivelin më të lartë të futbollit shqiptar dhe duke pasur këto investime kaq të mëdha, jam i sigurt që do të jetë ekipet të cilat do të synojnë qoftë edhe kupat e Europës. Sepse në ditët e sotme janë financat ato të cilat e konsolidojnë një ekip dhe për fatin e mirë po Gradecit nuk i mungon kjo gjë. Egli, kalojmë të kategoria e dytë. Maliqi në vend 5, kishë menduar më shumë, më pak, më vështërsia, për çfarë? Për hir të së vërtetës, unë e kam thënë edhe në emisionet e tjera ku kemi qenë bashkë, ky ekip i këtij viti ka pasur cilësi ndryshe nga vitet e tjera për Maliqin, sepse është rinovuar në pjesën më të madhe për sa i përket moshës të ekipit, por duke filluar që nga sezoni i kaluar, ku një pjesë, sepse unë e kam qef këtë ruajt, po e them kështu në këtë zhargon, ruajtjen e grupit dhe duke e përforcuar me disa lojtarë. Dhe besoj që këtë vit kemi bërë afrime të goditura, po i quaj, të cilat na kanë rritur cilësisht. Lojtarë të huaj apo vendas? Lojtarë të huaj edhe vendas, të cilat na kanë rritur cilësisht dhe besoj që deri në këtë moment kemi bërë një sezon të mirë, kemi pasur një ecuri të mirë, duke marrë parasysh pikët edhe kundërshtarët të cilët kanë qenë këtë vit në kategorinë e dytë. Sepse për hir të së vërtetës, kategoria e dytë të vit ka pasur vërtet ekipe cilësore të investuara, ku janë 4 ekipet e para të cilat janë distinkt të shkëputura nga ne, por me të cilat ne kemi arritur të marrim edhe pike dhe rezultatet në ato ndeshje në cilat jemi mundur me një gol diferencë. Në asnjë ndeshje nuk ka pasur më shumë se një gol diferencë. Duke qenë se kampionati ka qenë i fortë dhe lufta është e hapur në të gjitha drejtimet, nuk është përcaktuar asgjë si ekipet që do dalin direkt nga kategoria për në një kategori më poshtë, ekipet që do të luajnë play-out, ekipet që do të luajnë play-off, vendi i parë, i dytë, të gjitha janë në lojë. Besoj që ky kampionat ka qenë i bukur, ka qenë cilësisht më lart se vitet e tjera dhe për sa i përket Maliqit, duke qenë se jemi aty,
po themi në mezin e ardhe, në zonën play-off, besoj që është një ecuri e mirë. Sidomos faza e dytë ka filloi keq për ne në Delvin me atë humbje, të cilën nuk e kishim pritur, por për shkak të rrethanave e kemi kaluar dhe në 3 ndeshjet e fundit kemi 2 fitore dhe 1 barazim dhe kanë qenë ndeshje shumë të rëndësishme dhe shumë të vështira. Besoj që deri tani kemi pasur një ecuri pozitive. Besoj që deri në fund do ta ruajmë këtë vend dhe do të luajmë shanset tona në këtë kampionat në zonën play-off. Maliqi ka pasur në këto 2 sezonet e fundit kontributin edhe futbollistët që vinë nga ekipi i Pogradecit. Këtë sezon kemi lojtar pogradecar? Kemi 3 lojtar pogradecar që është Elmas, i cili e ka vitin e dytë, është Bega, i cili e ka vitin e parë, dhe Lipo, i cili e ka vitin e parë. Të 3 lojtarët janë lojtar Lipo edhe Elmas janë lojtarë që kanë mbajtur më shumë peshë, por edhe Bega, duke qenë se vinte nga një vit pushim, tashmë ka hyrë në ritmin e ekipit, edhe është lojtar i cili të paktën në ndeshjet e fundit ka qenë pjesë e formacionit startues. Janë lojtarë të rinj me dëshirë për të kontribuar në futbollin shqiptar, përderisa ne po na shërbejnë mirë, jemi duke pasur një bashkëpunim të mirë. Devolli këtë sezon si të ka ardhur? Ju keni qenë edhe trajneri i kësaj skuadre në sezonin e parë. Kishte vite që nuk e shikoja Devollin në këto situata. Në fillim u ndërtua me një tjetër objektiv. Gjatë rrugës që doj, u ndryshua trajneri, erdhi një trajner tjetër, tashmë u rikthye prapë trajneri i parë, të cilin unë e kam shumë mik dhe përgëzoj për ndeshjen e parë, por besoj që nuk kanë qenë këto pritshmëritë as të stafit të Devollit, as të sportazhëve të Devollit. Nuk mendoj se në fund kampionatit do të rrezikoj, do të kaloj shpejt këtë gjendje që është, sidomos në këto javë të fundit, por nuk e prisja të ishte në këto kuota dhe ka vite që nuk është në këto kuota. Çfarë ka çaluar, ata e dinë më mirë dhe besoj që kanë marrë masat për të mos pasur ato rrezikshmëritë që nuk duhen për fundin e kampionatit, sepse pritës së vërtetës në vendin që ndodhet tani rrezikon shumë. Duhet kujdes. A kanë rrezikuar shumë 2 humbjet, ajo në shtëpi me Partizanin dhe në transfer me ekipin e Orikumit? Po jo vetëm, besoj që ka bërë gabime edhe të tjera, sidomos java e parë, edhe gabimi me, të mos harrojmë sepse humën edhe me Delvinën brenda në fushën e tyre në javën e parë të kampionatit të fazës së dytë, e cila ajo është ajo humbje e cila aq më tepër kur ke një kundërshtar direkt, ajo humbje që të çon poshtë sepse i jep mundësi ekipit tjetër të kalojë lart. Të kalojë më lart edhe, por është një kampionat që nga fillimi që ka pasur gabime dhe oscilacione shumë të mëdha dhe do t'i vuash në fund, por jam i sigurt që nuk do të rrezikoj rënë në kategori. Më pëlqen të ndalem pak te Gramozi. Një skuadër që historikisht ka luajtur në kategori 2. Tani është kategori 3, të jetë, të mos jetë si skuadër. Është e vështirë sot sepse janë shtuar skuadrat e kategorisë së tretë, është e vështirë për të bërë prapë rikthimin? Është shumë e vështirë, sepse fillojnë ekipet B, të cilat marrin pjesë që në kategoria 3. Ka ekipet të cilat kanë rënë nga kategoria D dhe kanë buxhete të konsiderueshme, të paktën për kategorinë e 3. Siç do të përmendja Patosin edhe Memaliajn. Janë ekipe të cilat kanë buxhete afërsisht edhe si ekipet e kategorisë së dytë. Është e vështirë sepse marrin lojtar, tash ne shikojmë edhe lojtar të huaj edhe në kategorinë e 3, paguajnë rroga të kënaqshme për atë nivel dhe është e vështirë për ekipet e tjera dhe nëse Gramozi nuk do të investojë seriozisht te ekipi i tij, është shumë e vështirë për të ngjitur në kategorinë e dytë dhe është shumë e vështirë për të rezistuar në kategorinë e dytë. Por të kthyer edhe një herë tek Skënderbeu. Skënderbeu me titull kampion shkon në kategori superiore? Besoj që po, por jam i sigurt që shkon në kategorinë superiore. Pa pritur 3 javët e fundit, Pogradeci apo Laçi? Pogradeci. Pogradeci shkon si vendi i dytë? Si vendi i dytë në kategorinë superiore. Maliqi luan në play-off? Besoj që po. Devolli rrezikon për të shkuar në play-out? Jo. Do të them që do të shpëtoj. Ka 2 ndeshje decisive tani. Besoj që do të fitojë ndeshjet decisive me të cilat luan në shtëpi ndaj Këlqyres edhe Tomorit. Nëse gabon në këto ndeshje shtëpie, pastaj meriton të shkojnë në play-off. Këtë javë luani në? Këtë javë luajmë në Ballsh ndaj Bylis B. Skuadrë që kanë përbërë edhe lojtarë që luan në kategorinë superiore? Ne kemi diskutuar edhe herë të tjera. Deri tani
ka në çdo ndeshje, edhe në ndeshjen e fundit ndaj Devollit Bylis B, si kundër e kemi mësuar, ka qenë Devolli i cili ka bërë një ankesë zyrtare në komisionet e Federatës Shqiptare të Futbollit, duke kërkuar fitoren në tavolinë. Për shkak sepse numri lojtarëve që vinë nga ekipi A e kanë plotësuar ato kriteret. Numrin e ndeshjeve sa do të luajnë apo minutat që do të jenë pjesë e kësaj skuadre, po si janë këto? Po, dhe federata e ka pranuar si kërkesë, por nuk ka vendosur akoma nëse do të pranohet kjo kërkesë. Është shqyrtuar. Duke e shqyrtuar dokumentacionin e çdo ndeshje, pra domethënë protokollet e ndeshjeve. Po, sepse është uroj që piket t'i shkojnë Devollit. Po, do ishte në të mirë të Devollit që t'i largojë atij fundit të ftohtë. Asaj po, është vërtet. Pra, ne luajmë po thoni ju. Në Ballsh me Bylis B. Ndërkohë po them unë, ekipi i Devollit udhëton në Sarandë. Me ekipin ndeshje të vështira për të dyja skuadrat, edhe për Maliqin nga një anë dhe për Devollin nga ana tjetër. Nuk kanë ndeshje të vështira, të lehta, sidomos në këtë pikë të kampionatit, të gjitha ndeshjet janë të vështira, edhe një pikë vlen ndaj çdo kundërshtari, sidomos me këto ekipet e kreut. Ne do t'japim maksimumin aty. Besoj që jemi në një moment të mirë tonin në këtë moment të kampionatit, edhe ekipi ka ardhur duke zhvilluar jo thjesht rezultatet mira, po edhe lojrat mira. Megjithatë, rezultatet janë ato që mbajnë mend dhe unë i mëshoj gjithmonë kësaj pjese, sidomos në fund të sezonit. Do të shkojmë aty me moralin lart, nuk kemi çfarë humbasim. Presioni është te Byli sepse ata janë në atë kërkimin e vendit të parë, kurse ne shkojmë për të treguar të kujdesshëm dhe për të mos dalë pa pikë nga kjo ndeshje. Egli, fakti që në të njëjtën ditë luan dhe Bylisi në kategori superiore dhe Bylisi B, është vërtet që kanë kërkuar zyrtarët e federatës për ta shtyr ndeshjen në një ditë tjetër pas kërkesës së bërë nga Bylisi? Gjithmonë gjithë këtë sezon ka qenë ky problemi i ndryshimit të ditëve të orareve për ekipet B. Sepse ky është gabimi i ekipeve edhe që pranojnë për dhe ekipeve që i kanë krijuar të ekipet B, nëse nuk kanë lojtar për të përballuar këtë ekipin B, nuk ke pse i vënë në pozitë gjitha ekipet e tjera duke kërkuar një ditë ndryshon orarin, një ditë ndryshon ndeshjen, ditën e ndeshjes. Nuk kemi pranuar as në ndeshjen me Partizanin një javë më parë kur na është kërkuar që ndeshja të zhvillohej ditën e shtunë dhe unë nuk kam pranuar. E kemi zhvilluar ditën e diel, edhe këtë radhë, por kemi ndryshuar orarin, edhe këtë të diel që ne luajmë në Ballsh, kemi ndryshuar përsëri orarin, pasi si të gjitha ndeshjet e tjera janë në orën 14, kurse ne do të luajmë në orën 12, pasi në orën 15:00 luan ekipi A. Në të njëjtën fushë do bëhen të dy ndeshjet? Nuk besoj se do bëhen në të njëjtën fushë, akoma nuk na i kanë konfirmuar, por me shumë mundësi ne do të luajmë te aneksi i ekipit të Ballshit. A është një avantazh për ju, sepse ndoshta lojtarët e kategorisë superiore nuk do të kenë mundësi të luajnë me Bylisin B? Përderisa na është kërkuar ndryshim me orarit, besoj që ata kërkonin? Ata gjithmonë ata, se ne nuk kemi kërkuar gjë. Por jo, ti kërkove të luajë në ditën e përcaktuar në kalendar. Po. Nuk besoj, përderisa është kërkuar ndryshimi i orarit, në dijenin time besoj që presidenti do të kërkojë të jetë prezente të dyja ndeshjet për të ndjekur të dyja ekipet. Presidenti apo ti nuk e pranove për faktin sepse do një të respektojnë kalendarin, apo se do një të shpetonje përballjen me futbollistë të kategorisë superiore? Është e vërtetë, unë do të mbroj interesat e ekipit tim dhe do dua të shpëtoj përballje me sa më shumë lojtar të ekipit A. Dhe nëse Bylis B do t'i kushtoj më shumë rëndësi ndeshjes B në orën 12, sa ndeshjes A në orën 15, pastaj mbetet për të parë. Por besoj që duke qenë se janë të dyja në të njëjtën ditë, ne fitojmë në këtë mes. Besoj. Tani si do dalë. Kjo ishte ajo qëndresa jote për ta bërë këtë që të në Tiranë kjo më rezultoi e suksesshme. Tani shpresoj të më rezultojë. Po. Shpresoni se njëjta gjë do ndodh edhe në këtë transfer? Dash zoti po. Egli të falenderoj pafund. Faleminderit që ishe në Konak në këtë emision të përjavshëm televizionin Sot 7. Këtu kemi përfunduar dhe personi, por përpara se të përshëndetemi së bashku, më duhet ju bebedije se këtë javë janë 3 ndeshje shumë të vështira, do të thoja, për ekipet që udhtojnë. Në fakt, Lushnja me Skënderbeun të jetë vështirë nëse nuk do ta shkojë dëm sezonin. E njëjta situatë për Apollonin që përplaset me skuadrën Kurbinas e të Laçit. Nofta diçka me lehtë, siç tha Malcia në kryet herës, këto ndeshjet me Korabin kanë qenë pozitive për Pogradecin, gjithsesi, Skënderbeu Lushnja, Pogradeci Korabi, Lelaçi
Apollonia janë 3 ndeshje për të parë. Nga ana tjetër, 2 ndeshje të kategorisë së dytë është Maliqi Bylis B dhe Devolli në një transfer të vështirë me ekipin e Butrindit. Këto janë ndeshjet e kësaj jave, ndërkohë që Pogradeci të shtunën pret të festoj trofete rënda të këtij sezoni. Nga unë Torin Frogu, natën e mirë.